بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për ndihmën dhe falë kërkojmë i dërgojmë selamën mbi të dërguarit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. O vëllezër, jemi duke kalu këto ditë të Ramazanit. Njeriu do të me e shty vetën, me vyt vetën. Këto ditë po kalojnë, janë ditë e pakta. Cila është mundësia më e mirë prej veprave, që janë vepra shumë të pakta, që unë muj me arrit me fitu xhenetin. E na me lejnë Allah Azza wa Jall do i numërojmë 4 vepra shumë të lehta që inshallah kush i vepron në Ramazan, ky njeri inshallah do arrit xhenetin me lejnë Allah Azza wa Jall. E se titull është kjo: veprat në Ramazan që e fitojmë na xhenetin. Am kujdes në Ramazan për këta vepra, me lejnë Allah Azza wa Jall e fiton njeriu xhenetin. E para është ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ju bin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çfarë kuptimi ju bin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A nuk është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz taravih? Po, a nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka fal namaz natë? Po, ka fal. A nuk është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet dhe falet në Ramazan, pa e cila kush ngritet dhe falet në Ramazan. Çka kjo bindja në fjalët e profetit, në veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ngritet dhe falet. Që një prej veprave që neve na shtin në xhenet është bindja e profetit, vepra e tij. Ajo fal, edhe na do të më fal në Ramazan. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Gjithë ummeti jam do të hyjnë në xhenet përveç atyre që refuzojnë, nuk dojnë me hi. Pastaj i thanën: qalu ya Rasulullah wa man yaba. Thanë: i dërguari i Allahut, na trego, na do na morumi çive njerëzve, kush janë ata që nuk dojnë me hi në xhenet? Ata pejgamberi tha: men ata'ani dakhala al-janna. Kush nuk ka bindë mu, ka i në xhenet. Subhanallah. Bindjo. Veprës profetit sallallahu alaihi wasallam, fjalët profetit sallallahu alaihi wasallam. Fal namaz taravih, fal namaz gjatë këtij muaji. Bindjo se pejgamberi ka fal. E kush u bindë kësaj lloji të tillë raste, pejgamberi thotë dakhala al-janna, ka i në xhenet. Pastaj thotë pejgamberi: wa man asani faqad aba. Ai që refuzon, nuk fal namaz gjatë muajit Ramazan, nuk i fal taravih të shumë më radh, ky njeri vërtet vetëm që ka refuzuar veten e vet që mos me hinë në xhenet. Vepra e dytë e vëllezër ka ardhur përfshin në hadith. Qiyamul layl, e njëjta gjë. Me fal namaz, namaz, çdo namaz pas ecjes quhet namaz i natës. I ta'am, mi dhon ushqim njerëzve. Gjithta qëta që i përicik i kitë në Ramazan mu mirë bona. E kush i ban këta ka më kam pribanore xhenetin, inshallah. Me fal namaz natë, me fal taravih, pastaj çka është? I ta'am, mi dhon ushqim njerëzve. Mi dhon ushqim, mi dhon iftar njerëzve. Mi ushqy barkat e muslimanëve. Kjo është në Ramazan. Pastaj ifsha'us salam, me dhon selamin. Me dhon paqe njëri me tjetrin, mi përshësh muslimanit. Pastaj lidhjet parafisnore, mi po lidhjet parafisnore, mos mi shkurt lidhjet parafisnore. Me i thirr familjen në iftar, kështu të radhë, gjitha janë këta domethënë prej veprave që njeriu hyn në xhenet. E për to është argumenti që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: eyyuhan nas, o ju njerëz, afshu selam, jepni selam, jepni paqe. Keni domethënë dashuri njëri me tjetrin. Wa at'imu at-ta'am, jepni ushqim, shpërndani ushqim, ushqeni të varfrit. Wasilu al-arham, mani lidhet parafisnore. Wasallu bil-lejli, dhe falni namaz natë. Pastaj pejgamberi thotë: tadkhuluna al-jannata bis-salam. Do të hyni në xhenet me siguri dhe me paqe. Subhanallah. Krejt qëta vepra, neve në rëthëkojnë ku?
në Ramazan. Krejt mu mi po. Falë të ravi, jep pushim, i pushtet vllot, e afran vllot, i jep selam vllot, i mon lidhët farvisnore gjitha këta sene. E kush i ban këta në Ramazan, inshallah, kë njeri e fitan xhenetin. Vepra tjetër ju vëllezër, ta'atul mar'ati bil ma'ruf. Mu bin gruaja në punë të mira. Nuk është vetëm na për shembull me bot punë të mira. Jo, edhe familjen tonë do të më mundu për punë të mira. Edhe familjen tonë, edhe gratë tona, me i shty për punë të mira, me i shty, domethënë me bo namaz, me agjeru, me bo vepra të mira. Për ta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha. Po i një pejgamberi, thot në qoftë se gruaja i fal 5 kohë namaz. O samaha shahraha, dhe i agjeron muajin e Ramazanit. Pastaj po thot pejgamberi, hasanat farjaha, e runë derin e vetë, derin e burrit vetë. Pasaj vëllat me me, wa ata'at zawjaha, ju bidët burrit të saj. Në çdo lloj që burri dëshiron, ju bidët burrit. Thot pasaj me me zazan, qila laha udkhulu min ayyi babin shi'ta, min ayyi babin jannati shi'ta. Hen xhenet në çfarë do deret të që dëshiron. Subhanallah. A më shënë shpërëm sa për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ju vetëm na më konë mirë, po edhe gratë tona me ishty, më në binda më konë qështë që kemi në nevoj, me falë namazin, me agjuru Ramazanin, e kështu të në radhë, pasaj Allah zë gjeli thot grave, hinni në gjennet në qëfar dush dere që jo të shërani. Vepra tjetër e ju lezër, është tauhidi, me njoft Allah zë gjeli, me thonë, la ilaha illallah. është punë e madhe gjatë ditës. Jetonej, bëdh dhe thuj la ilaha illallah. A dish fa manare ka, a dish që njeri mund me fitu xhenetin vetëm me këtë dhekër me thonë la ilaha illallah. E kjo që ka hanë në hadithi bitaka i thoj. Allah azza wa jall tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall e merr prej krijesave në ditën e gjykimit një person. Dhe ja vendos gjitha veprat e tij që ka vepruar në ditën e gjykimit. Edhe Allah azza wa jall thot, a kine i vepër tjetër, kujto. Vendosën peshore dhe nuk ka vepra të mira. Dhe që shkon në hadith, so sheh syri ti gjatë, regjistri ti plot me mëkate. I vendos në regjistri ti veprat e tij në peshore. Allahu i thot, a ki do një vepër të mirë të qëtash? Allahu i thot robit, tek na nuk burë pa drejtësia. Thot të na kini vepër. Ju sjellët në ditën e gjykimit ti personit, përmes me lejkeve, me urdhën e Allahut azza wa jall, një letër e vogël e cila quhet bitaka. Dhe në bitak është tauhidi, la ilaha illallah apo shahadeti, ashhadu an la ilaha illallah. Allah do të vendosë në anën tjetër peshorës. Dhe kur vendosë në anën tjetër peshorës, tauhidi peshan maran se sa me katët e ti. Bërë me katët e ti shduk më shkatëron krejt. Ndërsa maran peshan dhe më thonë fjala la ilaha illallah. Dhe Allah zële falë këtë njeri dhe banda më thonë prej banorët e xhenetit. Këta janë jo lëzër që na du të kujdes, këto vepra në Ramazan që na mujnë me evitu xhenetit. Pa dëshim ka edhe vepra tjera.